Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës, akuzohet si kreu i grupit kriminal që u godit dje nga SPAK dhe antimafia italiane. Doçi akuzohet se është përfshirë në trafik droge dhe pastrim parash. Paratë e ardhura nga trafiku i drogës kanë shërbyer për ngritje biznesesh dhe kompanish, përfshirë edhe ndërtimin. Deri në qershor të vitit të shkuar, Doçi ka patur në pronësi edhe subjektin Vintage. Kjo kompani është shitur nga Doçi në emër të Edmir Bakallit më 1 nëntor 2022, por pas kalimit të aksioneve në emër të një personi tjetër, Vintage nuk ka përfituar më asnjë transaksion publik. Pikërisht kjo kompani, që nga viti 2019 deri në vitin 2024, kohë edhe kur ka qenë aktive, ka përfituar nga Bashkia Durrës 8.000 euro për të pajisur me dezinfektant qendrën ditore të moshuarve. Po ashtu Elvis Doçi ka përfituar edhe një leje ndërtimi. Vitin e shkuar, Këshilli Kombëtar i Territorit i ka dhënë leje ndërtimi kompanisë së tij, Eldemar Construction, për të ndërtuar një hotel 10 katësh në qytetin e Durrësit. Kompanitë të tjera në emër të Doçit janë Portside, Carana, Bomboneri dhe Bar Cafe.